reagimet janë shumëta. Njerëzit preken përgjithsisht, patjetër, është reagimi i parë, sidomos vajzat. Këtë herë mora shumë komplimente për pjesën e përfshirjes së baballarëve në ekspozit. Është njëra nga fotot është babi duke parë momentin e lindjes. Foto tjetër është diçka që në Shqipëri për shembull nuk para bëhet, është vendosja e bebit në gjoks. Tek nëna? Te babai. Apo edhe babai? Te babai, edhe është fotoja e fundit e ekspozitës që unë doja të ishte aty, që njerëzit ta shikonin, që është shumë e rëndësishme të bëhet edhe kjo. Po dhe s'ka qenë e modus në fundja që babait këtë qenë prezent në sallën e lindjes. Tani patjetër që kërkohet, tani lobohet më e rëndësishmja, domethënë. Unë është një nga proceset që unë dashuroj më tepër të shoh se si fëmia jepet babait. Edhe reagimet, sidomos te fotoja kanë qenë më të shumtat, sepse njerëzit e shohin ndalojnë. Ka ndryshuar ty një punë e tillë? Mua më ka bërë njëri më të mirë. Mendoj që më ka bërë njëri shumë të mirë, më ka bërë njëri më të dashur, edhe më ka bërë, do thoja, më luftarake, po edhe shumë më të vendosur, sepse është shumë e vështirë që ti në një sistem që me zore e përqafon inovacionin, sidomos artin. Unë jam rritur me imazhe artistike në jetën time dhe gjithmonë kam kuptuar që arti nuk është i mirë pritur, jemi shumë të qartë për këtë, sidomos kur ti bën diçka jashtëzakonshme. Dhe më ka ndryshuar, më ka bërë edhe më të vendosur që kur unë nuk dua të jem pjesë e diçka që s'më pëlqen, nuk jam pjesë e asaj gjë. Pra më ka bërë edhe më radikale se që mendoj që është fuqia e artit kjo pastaj.